të ndërshëm, i thuhet Ashura, nga se është dita 10, ndërsa transmetimi që transmetohet nga Ibn Abasi që disa mendojnë dhe thojnë se Ibn Abasi ka qenë i vetmi që ka thonë se dita Ashurës është dita e 9 Muharram, duke u bazu në këtë transmetim që transmeton al-Ahkam ibn al-A'raj, i cili thot: hira në Qabe dhe e posh Abdullah ibn Abbasin të mbështetur të Zemzem, shkova ju afrova dhe i thash: ja Ibn Abbas, cila dita është dita Ashurës që ta agjerojnë në ta? Tha Abdullah ibn Abbasi ju përgjit dhe i tha nëse hin muaj Muharram, nëse e shef hanën e muajt Muharram, muajt e parë të Hijretit, tha numëroj 8 ditë dhe këtë vjen dita e 9 agjero, tha këtë vjen e dita e 9 agjero. Pastaj Ahkam ibn A'raj e pyet dhe i thot: ja Ibn Abbas, a kështu agjeron të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Tha po. Këtë transmetim e transmeton Imam Muslimi dhe përgjigjen jo përgjigj Ibn Qayyimi në Zadul Ma'ad dhe tha: kjo nënkupton diturin e Abdullah ibn Abbasit, nga se Abdullah ibn Abbas Ahkam ibn A'rajit nuk je dëftoj për ditën e Ashurës që e dishin të gjithë. Mirë po Abdullah ibn Abbas ja mësoj al-Ahkam ibn A'rajit sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha Ibn Qayyimi, për ta kuptuar saktësisht transmetimin e Abdullah ibn Abbas, do t'i bashkojmë transmetimet që transmeton Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbasi është që transmeton hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi Allahu ta kur ta agjeroni ditën e Ashurës, agjeroni një ditë para apo një ditë më rapa. Kjo është Ibn Abdullah ibn Abbas. Pra Ahkam ibn A'rajit, si thot Ibn Qayyim, ja mësoj sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Abdullah ibn Abbasi transmeton që pejgamberi Allahu kur njoftu se që i futët janë ata që agjerojnë ditën e 10, tha nëse jetoj vitin e arshëm do të agjeroj dhe ditën e 9, ditën e 9 bashkarisht me ditën e 10. Pra Abdullah ibn Abbasi gjithashtu mendonte se dita Ashurës a dita 10 e nuk nënkupton transmetimi i Ahkam ibn A'rajit se Abdullah ibn Abbasi e ka trajtu ditën e Ashurës ditën e 9.